Situata në pyetje, në fakt, pyetja në vetvete është shumë e thjeshtë, të thua si paraqitet situata në pyetje, është shumë e gjatë për të përgjigjur, për të thënë cila është situata, duhet të bëjmë një analizë, ne kemi bërë në fakt si Ministri i Mjedisë një analizë për gjithë çka ndodhur në pyetjet shqiptare, që ndoshta pas luftës dytë botërore, dhe në mënyrë shumë të detajuar kemi bërë analizën e pas viteve 90. Është një situatë relativisht e dhimbshme. Pyetjet shqiptare kanë kontribuar në zhvillimin e sektorit ndërtimit në mënyrë shumë masive, por ajo që është më kryesorja janë vetëm dëmtuar dhe nuk janë rimbjell dhe nuk ka patur një menaxhim të qëndrueshëm të pyetjeve. Por gjithsesi ne sot duhet menaxhojmë situatën ashtu siç është. Kemi një sasi të konsiderueshme pyetësh të ri, kemi një përqindje shumë vogël pyetësh të vjetra mbi 100 vjeçar dhe kemi një përqindje jo të vogël të pyetjeve të sapo mbjell. Ndaj ne jemi përqendruar të ruajmë atë përqindje të konsiderueshme të pyetjeve të ri për të bërë në një moshë të shfrytzueshme, të rimbjellim dhe të rehabilitojmë zonat të degraduara të pyetjeve, të japim një tjetër mënyrë administrimi zonave të mbrojtura e parqeve kombëtare dhe besoj puna në një vit ka qenë relativisht e vlerësuar e konsiderueshme.